Krye socialisti Edi Rama ka mbledhur grupin parlamentar, ku po prezantohen edhe ndryshimet e propozuara ligjore, përmes së cilave synoi që të mos lejon me gjykatat të pezullojnë nga detyra ministrat apo postet e tjera kushtetuese. Ndryshimet ligjore mbajnë firmën e Edi Ramës, kreu të grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla dhe kryetarit të Komisionit të Ligjeve Ulci Manja. Nuk ka prokuror e gjykatës që vënë në dyshim vendimet sovrane të qeverisë. Kështu ka deklaruar kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku po prezantohen ndryshimet për pezullimin e zyrtarëve të lartë, nuk synohet cënimi të drejtave dhe pavarësisë gjyqësore. Sipas tij, i pavarur nuk është vetëm pushteti gjyqësor, por edhe pushtetet e tjera, ndaj sipas tij nuk ka gjykate prokuror që vënë në dyshim vendimet e marra nga qeveria. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar për herë të parë se numri 2 i qeverisë, Belinda Balluku, për të cilin SPA kërkon arrestimin, ka paraqitur 3 herë dorëheqjen. Dhe për sa i përket pastaj çështjes së rastit konkret, e përsëris, rasti konkret është në një tjetër proces. Nuk është më i lidhur me pezullimin. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje. 3 herë. 1 herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori vetë dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulci Manja ka prezantuar nismën ligjore, ku tha se përveç antarëve të Këshillit Bashkiak, kryetarëve të bashkive dhe deputetëve, nenit i shtohet edhe kryeministri, zëvendës kryeministri, ministrat, presidenti, avokati i popullit, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, të cilët nuk mund të pezullohen nga detyra me vendim gjykate. Qëllimi i ndërhyrjes është garantimi i funksionimit normal të pandërprerë dhe kushtetues të institucioneve më të larta të shtetit, duke ruajtur të paprekura kompetencat e prokurisë dhe gjykatës për hetimin dhe ndjekjen penale. Ndryshimi nuk synon të kufizojë jurisdiksionin penal dhe as krijoj paprekshmëri individuale, por të vendosë një balancë ndërmjet ushtrimit të funksioneve kushtetuese dhe nevojës për të garantuar rendin juridik në përputhje me nenin 7 kushtetutës që sanksionon parimin e ndarjes dhe balancimin e pushteteve në Republikën e Shqipërisë. Tani, duhet të bëjmë të qartë në aspektin e kuadrit normativ dallimin ndërmjet masave. Është shumë e rëndësishme të bëhet me dije për opinionin publik, por dhe për kolegët deputet. Kodi i procedurës penale bën një dallim të qartë ndërmjet masave shtrënguese dhe ndërmjet masave ndaluese. Masa shtrënguese parashikohen në nenin 232 të kodit procedurës penale dhe janë masa sigurimi personal që kufizojnë drejt për drejt lirinë fizike të individit, duke filluar që me ndalimin e daljes së shtetit, detyrimin për paraqitje, garancinë pasurore dhe përfundojnë me arrestin në shtëpi ose arrestin në burg. Këto masa prekin drejt për drejti lirinë personale që garantohet në nenin 27 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe vendosen vetëm me vendim gjykate. Masat ndaluese, parashikuara në nenin 240 kodit procedurës penale, kanë karakter funksional dhe konsistojnë në pezullimin e ushtrimit një detyre apo shërbimi publik. Pra, ato nuk kufizojnë lirinë fizike të individit, por ndikojnë drejt për drejti në ushtrimin e ndikimit të një funksioni kushtetues të rëndësishëm për funksionimin e shtetit.